Vjen një njeri, një arabi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pranon islamin dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të besoj dhe të pasoj dhe atë të bëj hijrat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot jo, ti do të rish me sahabët radhiyallahu anhum që të ta mësojnë dinin e Allahut subhanahu wa taala. Këto burra pasi që e mësojnë dinin Allahut subhanahu wa taala, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas sahabët radhiyallahu anhum kur kanë pranuar islamin, kur ka ardhur një sahabi i ri, ai që e kon më i vjetër ja ka mësuar atij, ka thonë ti filan ka pe filanin, kallzoje. Kur ti në xhami mos bërti, pe mëson. Sa i se din? Thon xhamia çështu, ulesh, e dëgjon hoxhën. Në xhami nuk ka vend me parë, ka zonë unë jam ul sot të zguxon lesër të ulesh, nuk ka. Xhamia është për krejt, janë gjithë njerëz të dashur, gjithë janë të buzëqeshur, gjithë janë që ta ndihmojnë njëri tjetrin. Do thotë, ja mëson dinin Allahu subhanahu wa taala. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mësoi ke sahabët radhiyallahu anhum.